Përshëndetje, jam Eduard Hoxha, si predikues dhe drejtues i Kishës së Krishtit Vlorë për afro 20 vite, mund të them me plot gojë dëmin e madh që mund të shkaktojë një dorë ngritur në familje. Jo vetëm në të gjithë familjen, por edhe në të gjithë shoqërinë. Si bashkëshortës dhe si baba që jam, mund të them që dhuna ka një impakt të jashtëzakonshëm, një ndikim shkatrues për gjithë familjen dhe duhet bëjmë të pamundurën për ta ndaluar. Sepse një dorë e ngritur në familje do të thotë 10 debate më shumë në punë, 10 shpirtra më të lënduar në shkollë dhe dhuna është tmerrsisht e dëmshme dhe ka një kosto jo vetëm private, por edhe publike. Është një faturë që gjithë ne e paguajmë sepse na prek në një farë mënyrë apo tjetër në të gjithëve. Dhuna është prezente kudo. Nuk ka rëndësi nëse je i pasur, je i varfër, je i madh, je i vogël. Në një farë mënyrë të gjithë ne e shprehim pa e kuptuar, edhe pa vetdije ndoshta, sepse rastet janë të shumta që tek mënyra se si ne komunikojmë, që tek mënyra se si ne flasim me njëri tjetrin, dhe gjithmonë unë si prind jam i shqetësuar se në çfarë ambienti rritet fëmia. Dhe në misionin që ne kemi është që të bëjmë çdo gjë, të përgatisim sa më shumë ambiente të shëndetshme ku fëmijët mund të rriten të shëndetshëm, njerëzit, kolegët, bashkëpunëtorët të kenë një ambient të shëndetshëm. Një gjë që më pëlqen me komunitetet këtu fetare në Vlorë, që është diçka që e arrir, është që pavarësisht diversiteteve, besimeve të ndryshme që ne kemi, ne jemi bërë bashkë në një zë të vetëm për të dalë kundra dhunës me bazë qinore. Sepse sigurisht që ne si njerëz kemi besime të ndryshme, mendojmë ndryshe, dukemi ndryshe, flasim ndryshe, por në fund të ditës dhuna është diçka që askush nuk e dëshiron. Dhe fatkeqësisht ka njerëz që përdorin besimin, ka njerëz që përdorin fen dhe për ta justifikuar dhunën. Dhe ne një zëri qartas kemi dalë së bashku të gjithë si komunitete, bashkë me organizata të tjera, një zëri që dhuna nuk ka asnjë justifikim dhe nuk ka një libër të shenjtë që ta justifikojë atë. Dhuna përdoret jo vetëm nga besimtarët, por edhe nga ateistët. Pra dhuna nuk njeh besim, nuk njeh komsi, nuk njeh edhe gjini, por ajo i prek të gjithë. Dhe ne gjithë një zëri duhet të dalim kundra saj, pavarësisht dallueshmërisht apo ndryshime që ne kemi. Ndonjëherë besimi hyn atje ku nuk hyn dot policia, atje ku nuk hyn dot ligji, atje ku nuk vjen dot mjeku. Dhe ne si gjëja e bukur që kemi ne si besimtarë, se ne kemi një raport të drejtë për drejtë me njerëzit. Më vjen mend një rast ku më merr një nën në telefon, djali i saj ishte 14 vjeç dhe ai është i dhunshëm pasi ka dhe probleme mendore dhe ai kishte marrë një thikë të madhe dhe kërcënonte jetën e nënës së tij. Dhe ajo më merr në telefon dhe më thotë që të lutem se çfarë mund të bëjmë këtë. Gjëja e parë që unë i thash është merr policinë. Por ai tha po është minorent dhe nuk dua që kjo djalë ti ndodh në një gjë dhe mund ta zgjidhim ndryshe. Atëherë i thash, "Okej, ma jep në telefon." Dhe unë e mora në telefon dhe i thash që e di që djalit i pëlqente shumë futbolli, i thash, "Unë do të blej një palë këpucë futbolli, nëse ti hedh thikën në plera." Dhe kjo ofertë i pëlqeu dhe ai pastaj e hodhi thikën dhe si thua një tragjedi u ndal. Rastet të tilla pra janë të shumta dhe ne përpiqemi që të flasim me abuzuesit apo me personat që ti menaxhojmë. Por nëse situata bëhet shumë e madhe, atëherë neve i adresojmë tek mjeku, tek psikologu, tek policia. Edhe ky është situata si duhet ndodh. Një gjë e bukur që ka ndodhur është që
zëri kundra dhunës nuk është se ka qenë vetëm brenda komunitetet fetare, por komunitetet fetare kanë qenë bashkëpunuese edhe me organizatat ndryshme, ku kemi qenë dhe pjesë të trajnimeve të ndryshme. Trajnimet me UNFPA-n edhe organizatat të tjera që ne kemi patur kontakt, na kanë ndihmuar të tmerrsisht në shërbesat tona, në aktivitetet tona, që ta shikojmë dhe ta adresojmë dhunën plotësisht, sepse ka raste ku një viktim jo vetëm thjesht që ka nevojë për një këshill të mirë, ka nevojë për besim dhe është absolutisht dhe tmerrsisht e rëndësishme, por ka edhe nevojë për ndihmë mjekësore, ka nevojë për ndihmë juridike, ka nevojë për shumë lloje ndihmesh dhe trajnime të tilla na kanë ndihmuar për të parë dhe për të ndihmuar njerëzit dhe për të u gjendur më pranë akoma dhe më shumë. Dhuna nuk është burrëri. Dhuna nuk është forcë. Dhuna nuk është traditë. Dhuna është sëmundje. Dhe një sëmundje nëse nuk adresohet, në vend që të përmirësohet, do të përkeqësohet. Ndaj le të gjithë së bashku, le të mos rrim heshtur ndaj dhunës, po të bëjmë diçka. Ndaj edhe iniciativa e përbashkët e Kombeve të Bashkuara, le të japim fund dhunës me bazë gjinore, është një ndihmë e jashtëzakonshme për të adresuar problemin e dhunës.